të funksionalizuara plotësisht në mënyrë që edhe të adresohen tek bashkësia ndërkombëtare edhe çështja e deklaratës për të zhdukurit me dhunë në luftën e fundit në Kosovë, duke marrë parasysh në vitin 2023 ka pasur një zotim, por Serbia pak nuk është që i përmbahet atij zotimi. Po, unë mendoj sa i përket kësaj që thatë një qeveri në detyrë që nuk e pengon as pak gërmimet dhe zbulimin e varreza masive cilat po gjinde në veri. Por e pengon dialogun me Serbinë. Sepse po unë mendoj që ne nuk duhet të kemi më dialog me Serbinë pa kërkuar falje dhe pa e dorëzuar terroristi Milan Radović që është Serbia për atë se çfarë kanë bërë në Kosovë. Unë mendoj se dialogu nuk duhet të vazhdojë më pa u dorëzuar kriminalet të cilat sulmuan veriun e Kosovës. Mendoj se nuk duhet të ketë më dialog. Dhe edhe një reagim tjetër nga bashkësia ndërkombëtare ka thënë që duhet të ndalohen gjitha rënimet në veri të vendit pa pasur një verdikt të gjykatës. Si e keni parë ju këtë reagim? Sot e ka ripërsëritur thirrjen për herë të dytë ndaj institucioneve të Kosovës. Po, thirrja mund të jetë, po besoj që aty ku nuk ka dokumentacione të rregullta, aty ku nuk ka leje, aty ku nuk lejohet ndërtimi, nuk e di se çfarë vendimi gjykatës duhet ta presin për të bërë atë rënim. Aty bëhet fjalë për disa villa pushimi, të cilat janë ndërtuar mbi tokën e një infrastrukture shumë kritike, mbi tokën e ndërmarrjes Iber Lepenci, me që rastin e pamë një sulm që ishte në kanalin e Iber Lepencit atje, dhe mendoj se kjo është edhe më shumë, nuk është vetëm një akt kështu teknik, po është më shumë një akt sigurie, sepse duhet të asigurojmë atë terren që veprimet e tilla mos na ndodhin më dhe mos të rrezikohen qytetarët e Republikës Kosovës. Zotri Kërçeli, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e gazetës.